E ke lanë Italinë veç për me u marrë me bujqësinë Kosovë? Unë nuk mujt me gjithë të rrugë 5-6 mijëra, 7 mijëra në për Evropë. Që të i mullë për shembull me nejtë në qytet, në një rrugë standard që i kim na 300-400 euro, edhe milion këtu 4-5 mijëra. Sa është një mesatare që ju e nxjerrni për një muaj? Dikun 7.000 euro. Përshëndetje për gjithë miqtë e mi. Unë jam Eliona edhe sot kemi ardhur në komunën e Lipjanit në fshatin Medves për me taku një djalë të ri. Lirim Shala, një fermer i cili ka lënë Italinë për 4 vite për të kthyer në Kosovë që të punojë me bujqësi e blegtori. Pas pak do ta kemi rastin të shohim dhe të dëgjojmë shumë të thëna nga ai. Siç ju thash pak më herët, e kemi afër Lirimin, Lirim Shalën fermierin, Lirim faleminderit. Faleminderit edhe ju. Çish po kaloni? Mirë, faleminderit. Po mirë, tash ti me punë pranë verës. Çish po je ecim punë? Mirë, po përgjithësi mirë. Tregona pak sa është e vështirë koha kështu me menaxhu jetën që e bëni këtu. Me çka mirësh? Pak dën kjo, pak po më nej ka vështirësi se shumica më shumë ka vështirësi në kohën e dinit, periudhën kur janë lëp në shell. Ju do të thonë merreni me bujqësi dhe blegtori. Po. Përshkruana pak punën që e bëni. Po i puna jam është që kjo, me lëp, me dele, gjatë sezonit edhe me blet. I kemi edhe blet që janë në teren, i qujnë në përbishk, ndryshme. Ka 2 javë, 1 muaj procedurat e tyne, në teren jemi në stop edhe me blet, edhe me lëp, edhe me dele. Se cila ka me sezon, të shkujnë se cila i ka punë të vetat ndryshme. Mirë po, ma thjesht edhe ma letë është me lëp. Edhe po menojnë këtë periudhën e pranverës tash, kur nuk kanë punë do të veç natyrë. E keni ma të letë? Po, shumë ma letë, se janë veç natyrë. Po të regam Lirim, e ke lanë Italinë veç për me u marrë me bujqësinë Kosovë. Pse e le Italinë? Kush të shtyju? Qka të shtyju me e lanë? Po i mas pari veni jam që të ngrej, ku do që të shkëjsh edhe për atje na shku. Jo veç atje, po ku do njeri që të munohet për një jetë më të mirë. Kjo kuptohet, se cilë e zgjidha punën e vet, profesionin e vet, për me pas një jetë më të mirë, edhe më të lehtë, edhe kur on punë interesi. Edhe si veni ju në një ska, edhe në 2 ma fitim prurse si në Evropë, si po 1-2 herë më shumë. Edhe si shumica e biznesëve në Kosovë, është ma fitim prurse. Edhe me pak stres, edhe me pak lodhje. Do më thonë 2 fish më shumë e nxjerrë një pagë se sa në Zvicër ose Itali apo në një vend tjetër të Evropës? Po, absolut. Ja vlen, sipas teje ja vlen me u kthy në Kosovë, sidomos në fshat me jetu edhe më mirë me bujqësi. Edhe mundesh më mirë me bujqësi ose me blegtori, mundesh edhe hiç për shembull pa i pasur, mundesh më mirë veç me toka. Duke prodhuar tu mirë me mistër, me grye, me këto gjanat me radhë, që ka do të thotë shumë, se shumica janë edhe që nuk punohen, edhe ka mundësi, edhe nëse s'ki mundësi mi postuat, është mundësia me qera, ka shumë mundësi tjera që mundesh me punu tukë. Tregom Lirim, sa është një mesatare që ju e nxjerrni për një muaj rreth pagesës që ju e përfitoni me bujqësi? Po, tu i përshni gjitha me lëp, prej lëve, prej delave, dhe prej bletav, dikun 7.000 euro. 7.000 euro? Është 7.000 euro. Tarnat mojore që janë të tëtë. Prej qumshtit, mishit, edhe pa e përshi tregtijen jetore, do të tëtë për festën e Kurban Bajramit që është edhe për festën para vitit të ri, që është për vita. Sa e shqipni për shembull një kurban për Bajram, sa është një pagesë për ta? Nër 200 nuk ka, prej 200 euro dhe për vit. Kurse pikat i kemi 2.000 euro, 1.500 euro, 2.000 euro, e kështu dhe ro. Lirim, tregona pak jetën në Itali. Qysh ke kalu në Itali? Çka ke punu atje? Në Itali kom punu si gjithë shqiptarët të tëtë që jam munu me gjithë shka atje, me ndërtimtari, me shto punë, po nuk mujt me gjithë vetëm. Jam detyru me ndrohë shtetin atje, për Italijës me përvu edhe Zvicrën, nëse jam që atje thënë që të hargjë,
edhe Gjermanien, edhe në Austri jam konë pak në Hollanda. Mirë po nuk mujta me gjetë vetën kërkun. Sa vite tha që ke qëndru atje? 4 vite. 4 vite, brenda 4 viteve ke ecë këto 3-4 shtete për me... Ma shumë në Itali këm ne, po vizita qështu, në për këto shtete jam thonë, edhe prej Koreshtjes. Do të hajtë se më s'ka qështu në qitë shtetë, hajtë edhe qitë shtetë, më s'kaj atje më metë më ratë, tani... Po kush ka ndihmu atje dikush? A ke pas dikon prej familjarëve shoqërisë që ka ndihmu? Shumë të vështirë, nuk kom pas familjarë, në fillim jam shku 15 vjeçar, jam dalë ilegalisht do të në Zezën, për në Itali, kom pas që hina shumë rrugë, kom bo një javë ditë gjatë rrugës do të dhe jam dalë në Itali. Qysh ke shku diri atje? Kohi. Dhe me thonë ke shku në kom disa pjesa të vendeve, ke shku edhe... Në vende po, me ka, për shembull, në vend këna nej 2 ditë natyrë do të thotë, midis malit me Kroaci, Serbi-Kroaci kemi nejtë, edhe u konë kuha shumë me reshje, u konë vjeshta, e mojmen, u konë Mondori, rejmë pas ullë për Itali, ka pas qavina, ka pas u konë të merë, u konë. A ke pas ushqim e veti? Nuk kena pas ushqim besabes, gjatë rrugtimit aty 2 ditë malë, gjatë natës e humbi rrugën e dhaj që ishke të na qitë për në Itali, edhe në la aty me pritë një kukë gjatë katë, dhe e dhaj dhe njëftu me vendin punë është dhaj vetë në predike, edhe erë në mërë, do kishmi frikë, kena pas jehina të mëroja, kena ndëgju lerimat të ishve, dera vdegër. Që ke kalu këtë farë pjesë, do më thonë a e friksu gjatë rrugës që ke shku diri atje? Po e tashti edhe mirë nuk e na kalu, po qëllimi është destinacionin me mri. Edhe kemi mri, po nuk kemi gjetë diçka. Që në surprizu, diçka të mirë nuk kemi gjetë, ma të mirë si në vend tonë nuk kena gjetë. Kena gjetë njerëz. Çdo kush punon për interes të vetin, çdo kush punon për punë të veta, mirë po unë nuk u mujt me gjetë vetën, me po dikun të këshyrë dikush më të shfrytzu për punë të veta, më të shfrytzu maksimumi, se punë të keqe nuk ka, puna është punë e mirë, çdo punë që e ban njeri, po kur e sheh që po këshyrë më të shfrytzu maksimum, po në tonë si, edhe aja më ka pengu mas shumë ti, edhe nuk e kom leju ata, jam marrë me munu vetën, punë të tem. Sa e ke pas? Po, sa e ke pas për krahjen kur je nis me shku në Itali? Sa e ke pas për krahjen e familjes për me dalë? Pak kom pas për krahje. Se edhe atëherë kena pas 10, edhe kom pas pak për krahje, po jam konë adoleshent, jam konë i ri, edhe më menoj që du të me dalë se cili me eksploru ku adoleshent edhe me këshyr botën ka t'i vjen ma mirë. E tash për tash, do më thonë... Se kena pas fitime edhe atëherë kena pas fitime të mëdha, po jam dalë veç me këshyrë, ka është. Tash për tash e ke po që jeta ma mirë në fshat edhe po mund është me ja dalë shumë ma mirë se sa atje. Qysh e kishe përshkru jetën tane në vazhdim? Jetën në vazhdim? Në vazhdim menoj me rrit numrin. Për momentin I kam 30 cupa lëp, menoj me bon 60. Në ndim ma kam premtu një vlla, që e kam në Gjermani, edhe një vlla këtu, më kanë premtu, edhe menoj me rrit numrin e tyne, menoj me rrit edhe numrin e delëv për kurban. Shumica veç janë dalë, veç unë jam këtu me gjanë, në qytet dykatunët për rreth, veç unë me që mira me bujqësi e blekëtëri. Përgjësi me blet, me lëp, me këtu, me dele, që ato 200.000 euro, 200 prej zerë. As një ndim do të prej shtetit, apo prej dikujna, apo si krejt prej zerës. A kishe dash ndonjëherë me lëshu do më thënë katunin këtu që jeton, me dalë në qytet edhe me u mirë me diçka tjetër? Se në qytet kemi edhe në qytet. Banes, ato olë me në qytet, tu I kam që I punoj 20 hektarë truk, I kam gjanë edhe nuk muj milan kitë kapital e këto gjanë e kitë bukuri e me shku me nejtë me nga 4 zitna ose I qilën për pjetë me po. I kam edhe bletat. Sezon të është I punoj me tu. Sa bleta I ki? I kem 100 cupa blet. Sa më të me shku një kapitali bletve krejta këtynve që I ki këto? Vëllai, përgjësi me blet, me lëp, me këtu, me dele, shkujnë unë 150.000 euro për menoj. është një shumë do më thonë maramendste. Edhe me mjetet bujqësirë,
që ato 200.000 euro dysha, që ato, të 200.000 eshi, do të me mjetëve të anonke komplet, prej zerës. Asë një ndim do të prej shtetit, apo prej dikujna, apo si krejt prej zerës. A ke vizu ndonjëherë në donacion diçka prej komunës që ka të bëjë me bujqësi? Ja, sana absolut. Por heq prej tyne nuk pas asë një subvencion. Asë një ndim diçka në mjetë bujqësur, apo diçka që kemi ujë shumë, nuk kemi prej komunës. Krejt mjetëve të anonke. Do të krejt a i ke blej personalisht vetë? Po krejt personalisht. Edhe Cili mendon që kishte me qenë zhvillimi në vazhdim rreth bujqësisë që e bën këto? zhvillimi në vazhdim mendoj që ka me koni mirë. A kishe dash ndonjëherë me lëshu domethënë katunin këtu që jeton me dalë në qytet edhe me u mirë me diçka tjetër përveç bujqësisë? Jo, absolut. Se në qytet kemi edhe në qytet. Banesa, po... Keni banesa që ju qeni me qëra? Po, janë tona personalisht, po nuk dalëm në qytet. Edhe nuk e kim qytetin larë, po nuk dalëm në qytet. Tu i kam që i punoj 20 hektare truk, i kam gjonë, edhe nuk muj milon këtë kapital e këto gjonë e këtë bukuri e me shku me nejtë me nga 4 zitna ose i qilën për pjetë me po. Dhe më thonë, natyra për ty është edhe me një farë formë relaksim për jetë. Po, normal, kjo besoj që janë për çdo njeri edhe për mua edhe jam i pasionuar shumë për natyrën, bjeshk. A ka njerëz? Jam non-stop këtu. Po. A ka... Kemi mjellë edhe pem, në vitin tjetër menoj mi mjellë dikun një trupa pisha, që pjesën këtu. A mendon që ka një pjesë njerëzve të këtij fshati që dalin në qytet me jetu, sepse nuk kanë ndoshta... Shumica e ndalë. Shumica e ndalë. Unë e kam kërkesa që të bashkëfshatarëve me u punu tokat. Onë gjendje më të paguve që shko pa punë më tokën, se është janë dalë në qytet shumica, veç për me bo një gjumë nuk thejet në katun, e ka punën, shkullën, gjithë shka atu, shumica veç janë dalë, veç unë jam të me gjanë, në qytet dy katunët për rreth, veç unë me që jam që mira me bujqësi e blektori. Cili kishte me qenë një mesazh i juaj kundrejt këtyre njerëzve që lëshojnë fshatin për me dalë për një jetë tjetër në qytet? Unë ju kisha propozu mas me lëshu fshatin, se fshati është ma fitimprurës, me ditë me shfrytzu, tokën, natyrën, gjithë shka, me shka do që të mirë, hapësirën, sepse ki hapësirë ma shumë fshatrat, ka hapësirë me shka do që të mënuhësh me i hitës për para. Qa menon për qytetarë që nuk e dojnë jetën e fshatit? Po, nuk e dojnë, kjo është se cili din punë të veta, mirë po kjo është pak e logjishme, i të uptu se ti mund për shembull me nejtë në qytet edhe me menu keq për fshat edhe me nejtë ato me një rrugë standard që i kim na 300-400 euro edhe milion këtu 4-5 euro, i të kuptu në fshat. Na punujna dhe jetujna edhe çdo kush, edhe në Itali që jam punë, edhe çdo kush që del jashtë, mrena, ku do që shkon veç për interes, veç për punë, për me jetu shkon, edhe ku të gjon vetën do të. Unë nuk mujt me gjetë rrugë 5-6.000 euro, 7.000 euro në për Evropë, me limon Kosovë. Edhe pos që tu ku jam qtash, edhe jam këtu ju, nuk kam mas një kje më që më gërë për gjonë, kam biznesin punën tem, qtash i lanë shtuj vitjerit, edhe kështu e kry punë. Po dishka, gjatë orarit punës, normal, gjatë ditës, nuk mund t'i me la punën, sidomos në kuën që po jetu, që këshyrë në qatë rrugë, dhe thëtë, në shumë presion e me këshyrë, shekim na. Lirim, faleminderit shumë për kohën edhe krejt atë thona që ti na e ke përshkru jetën e fshatit të bujqësisë edhe krejt punës që ju e bëni këto. E për krejt qytetarët edhe miqtë tonë të cilët na shikojnë, është një mesazh shumë i mirë i joti që tha pak më herët se edhe një jetë e fshatit nuk mundet me u përshkru me atë sa e bën një qytetar për shembull në Prishtinë ose dikun tjetër. Kështu që ja vlen edhe me jetu në fshat sepse edhe këtu ka të ardhme edhe këtu ka jetë. Unë mendoj që e ardhmja nis pe fshatit. Mendimi jam që e ardhmja nis pe fshatit, çdo fshati. Gjithsesi, sepse paraardhësit tonë kanë qenë prej fshatrave e ne tash të jemi ndryshe prej tyre.
Për krejt juve që mendoni se një jetë e fshatit nuk është dhe gjithashtu një pjesë e bukur e jetës, ka edhe veçoritë e ty natyrore të cilat mundet me i përshkruani njerëz sikur e bashkë me mua Elionën edhe Lirimin nga ky fshat Medvec i Lipjanit. Ne ju përshëndesim shumë nga këto edhe deri në fshatin tjetër. Mirëmbëjtje.